Do të mbahesh mend si nxitësi kryesor i vitit 97 me komunistët e rrezikshëm slavoserb shqiptar të jugut të Shqipërisë, që nxitën luftë civile, vrasëse dhe e quan vendin në kaos ku u vran qindra mijëra shqiptar të pafajshëm. Do të mbahesh mend si kryeministri që e zhyti Shqipërinë në errësirë në vitet 2001-2005, gjeneratorët buçisnin nga mëngjesi në darkë në çdo cep të Shqipërisë. Të gjithë energjinë e shite jashtë, me miliona dollar këtë në xhep. Brezi im studionte me qiri në mungesë të energjisë elektrike. Do të mbahesh mend që solli nga Parisi një ajdut ikonash, një të çmendur me kartelë, një thonjë pa prerë, Edi Rama quhet, e solleti, dhe ja u bëre peshe shqiptarve dhe Shqipërisë një diktator model që e ka çuar vendin drejt kolapsit të plot ekonomik, social dhe kulturor. Do të mbahesh mend si shqiptari që nuk i deshi kur shqiptarët dhe festonte buzuqeve të Greqisë me karafila, kur 28 shqiptarë u mbytën në brigjet e Jonit më 9 janar të 2004-s, të cilët paratiseshin nga pamundësia për të jetuar me dinjitet në adheun e tyre, dhe ti nuk dënjove të ktheheshe në atë dhe ti respektonje ta 28 shqiptarë që vdiqën, që u mbytën, por ndente dhe po festonje me karafila në përbuzuqe. Gjithsesi do të gjykojë historia dhe koha. U prefsh në paqe.